Prerjet e konit me rafshin. Ndërtojmë konin e dyfisht. E prejmë me një rafsh paralel me bazën. Prerja e tillë është rreth. Tani koni prehet me një rafsh i cili nuk është paralel me bazën dhe prerja e tillë është elips. Kjo prerje e rafshit me konin është parabol. Prerja e rafshit paralel me boshtin e konit është hiperbol.